Ndruar shikues, jemi rikthyer në studio tani për të kaluar tek rubrika e radhës me të ftuarin. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë, e theksoj edhe një herë. Tani do të flasim për një temë që ka të bëjë me muzikën folkloriste, me muzikën popullore. Është privilegj që të kemi të ftuar një, domethënë, këngëtar dhe njëkohësisht një orkestrues. Flasim edhe për çiftelin më në detaj. Është privilegj që të kemi në emision të ftuar Nazim Beqiri. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit edhe për juve për nderin, për respektin që na i bën ftesën. Faleminderit shumë. Dhe njëkohësisht prezantoj edhe Sevdail Mazllani. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do të flasim sot për muzikën, do të flasim për çiftelin, por fillimisht mund të na jepni disa detaje për sa i përket asaj se si keni filluar të merreni me muzikë. Po si më konkretisht, domethënë unë kam filluar çish prej vogël, normal, si hapat e parë dhe si fëmijë, domethënë duke pasur për shembull aftësitë për shembull që mundesh me këndu, shkon për domethënë zoni, edhe kena ardhur domethënë derisa kemi filluar domethënë edhe si zyrtarisht në një fjalë, ka 4-5 vite, 5 vite domethënë çka jemi kish normal me këngë të reja, videoklipe, me darsma, me ahenge të ndryshme. Po, domethënë qysh në familje keni pasur të trashëguar, të thoja, këtë lloj talenti? Trashëgim normal se nuk kanë kënu domethënë baba jem edhe pse ka pas talentin, edhe vëllezërit e mi domethënë kanë talent, kanë zonë domethënë edhe sikur njëjtë, po është një problem që ka domethënë nuk e kanë marrë këtë profesion sepse punëve të tjera. Rrethanat ndoshta kanë qenë të tilla. Jo, për shembull kur fokusohet njëri në diçka tjetër, është pak më problem me marrë dy punë. Dy profesione sigurisht. Domethënë unë kam marrë më seriozisht. Kam marrë guxim vendim dhe kam filluar domethënë me muzikë. Po. Mund ta flisni pak ju për hapat e parë, dim që keni shumë për zemër çiftelin. Si keni filluar të merreni me këtë instrument? Po, çiftelin e kam si trashëgimi prej familjarëve, prej agjallarëve dhe kështu qish në moshën më e ri kam filluar me ta dhe kështu kam qef ta praktikoj dhe ta vazhdoj ende se është po mendoj një instrument i kombit ton, ku ka kalu historia e kombit ton në për telat e çiftelisë, se s'kemi pas libra me shkrujt diçka historinë tonë. Mendoj se ashtu është dhe duhet pak ta praktikojnë më shumë. Në këton ky fakt që jeni shumë të rinë në moshë dhe që domethënë merreni me instrumente folklorike, me instrumente popullore, është një privilegj i madh që të kesh një talent të tillë. Na flisni pak për talentin tuaj. Kush e zbuloi të thojë për herë të parë atë që ju jeni për këtë drejtim? Po normalisht tash si thash edhe më parë, si talent, si domosdoshmë e kemi ndjekur që prej vogël edhe normal që prej shkollë kam këndu, domosdoshmë kam pas dëshirë domosdoshmë edhe shkolla kur kam këndu dhe kam ditë se Nazimi ka aftësi për me këndu, hajde tangoj në këngë të njerë. Po edhe ka shtëpia, po edhe njëri kudo që tjetë në ndërkohë këndon gjatë rrugës, apo edhe duke pasur aftësi mund të domosdoshmë me këndu dhe pse jo, mos me vazhdu këtë punë. Po, e kur jemi këtu të aftësit, do kemi privilegjin që të dëgjojmë domethënë live, të shohim se cilat janë këto aftësit edhe të vlerësojmë edhe shikuesit. Atëherë të dëgjojmë këngën e parë për fillim. E tanë këto male si kur të rasin bjeshkëve tona e din që po flasin e mos arroni e këngës t'ja thoni jemi lira, jem të urta, jem të rriturën e pëlluta, gjithë shqiptarët ku do janë, jo s'ka tjetër veç mina. E thanë këto male si kur thonë gjillëve gjako në bashkon mos arroni këngës t'ja thoni
Jemi lira, jem të uta, jem të rritur në pëllufta, gjithë shqiptarët kudo janë, jo s'kan tjetër veç njëna. Jem të uta, jem të rritur në pëllufta, gjithë shqiptarët kudo janë, jo s'kan tjetër veç njëna. Ju lumt, faleminderit shumë. Ishte një këngë shumë e bukur, një këngë që i kemi dëgjuar ndër breza. Na flisni pak për sa i përket instrumentit të çiftelisë, do me thënë, cilat janë pjesët apo elementet të cilët i përmban ky instrument kaq i bukur folklorik shqiptar. Po, çiftelia po më është instrument i vjetër, do më është një instrument mjaft i vjetër ku është praktikuar me shekuj. Bile tash ka shumë modë, do më thonë rinia pengojnë. Tash edhe shoh se ka mjaft të rini më shumë të interesuar për këtë instrument. Po, edhe mirë që kanë, edhe do të kenë, bile se është e jona. Sigurisht. Përveç çiftelisë, performojmë ndonjë instrument tjetër? Po, kam edhe grupin tim që këndoj kështu në për darsma dhe mbrëmje. Grup folklore ka fjallë? Me sharki dhe di çiftelia më në kështu. Po. Ju keni grupin tuaj ose këndoni vetëm? Po, normal konkretisht e kemi grupin dasmor që ka marrë në mëndon pjesë në përdarsma, orkestrim dhe më thonë që kena grupin orkestrus. Normal në përdarsma performojnë për hëngë ndryshme, po në ndërkohë edhe me këtë dë njerë dhe më thonë e marë si në grup, për shembull në fund, darsmës ndaj koncerti, me çifteli, disa këngë kanë qef publiku edhe. Vete gju, po. Kur jemi të dasmat, sa jeni pjesë e dasmave shqiptare? Po, si me thonë, kur kemi fillu dhe më thonë, para disa vite, normal atëre nuk ka qenë edhe numri madh, po në ndërkohë dhe më thonë me vitet që kanë ardhur dhe më thonë, edhe ka arë puna të rritë mirë dhe më thonë, është edhe kanë vazhdu dhe tash dhe më thonë brigaditjet e darsma prej ma herë dhe më thonë. Me siguri kanë filluar datat që të rezervohen, sepse keni listat e ngjeshura. Se shtash, ku kena qenë dhe më thonë në për darsma, shtash edhe misafir që kanë qenë, që kanë ati misafir, edhe shtash dhe më thonë paraqitën tjerë për darsmat e verës. Po, që do të qenë. Sa është përgjegjësia, Nazim, ti je pjesë e një dasme, ti je kryesori që do të ketë përgjegjësinë e atmosferës. Keni pasur ndonjë problem ndonjëherë apo ndonjë mosmarrëveshje që duhet ta anuloni për shembull? Jo, të tash shiqër zotit s'ka ndodhë, më thonë e ratë, edhe pse mund të ndodhë, tash jemi njerëz, kuptohet. Po, përgjithësi normal që duhet, përgjithësia mendoj se fillon prej atë ditë kur caktohet dashma, një farë përgjithësie, mendoj se është një farë periudhë që ditë duhesh me konë një pregadit, për shembull nas 2 muaj apo 3 muaj kur t'jetë dashma, po mas shumë do të më thonë pregaditja zakonisht pak para dashma, me qenë me zonin mirë, mos me dëmtu për shembull me pi diçka ftohtë ose ndaj grip. Po. Shumë intereson ky fakt. Kam pyetur edhe mysafirët tjerë të këtij drejtimi. Në qoftë se për shembull duhet të ndodhë diçka dhe duhet ta anulosh dashmën, si menaxhoni këtë me dasmorin? Po, gjeni zëvendësi? Kemi edhe kolegë që ka bashkëpunojnë, rastisht, se s'm ka ndodhur tash, po që rastisht mundet me ndodhë, kemi kolegë që ka zëvendësohen, domethënë. Zakonisht në pjesën e fundit të dasmës kërkohet pjesa e sofrës, besoj e burrave që shtrohet edhe kërkohen më tepër këngët me çifteli. Po, shtashti ne edhe i këndojmë, domethënë këtë konga, shtash edhe e kam dëshirë, domethënë edhe me kënu edhe vetë, domethënë se mendoj se është një farë ambienti në fund çka e lip. Si me thonë, një atmosferë është krijohet ma e mirë çiftelia në fund kur përdoret, fund darsës, po mendoj. Këndoni vetëm këngë patriotike me çifteli ose ndoshta edhe një këngë mëngazmore, do thonë? Jo, ne këndojmë përgjithësi këngët, shtashti normal tu nuk kemi grup orkestrues, do thonë, aranxher ose diçka, por me performu me këngë darsë, me këngë ritmike. Po shtash mos e kena çiftelin, duhet patjetër vetëm me çifteli, se normal darsma i lip programin e vet. Dhe këngët e darsma, këngë ritmike, po shtash normal tallavoja ka një pak në trend qish prej herët, edhe ka pak tallava lipët, pak ma vonë, edhe në fond edhe patriotike.
mirë që i kemi dhe këto këngët, kemi një melos, një folklor shumë të pasur të këngëve tona shqipe, po me antarët e tjerë të grupit, si keni të ndërtuar ato raportet? Keni ndonjë mosmarrëveshje apo? Jo, s'na ka ndodhur. Normal grupin tim e kam, po në ndërkohë ndonjëherë bashkëpunim në një grup tjetër, në bazë drethonave ndonjëherë që shvijnë, për shembull kur janë zanë diçka në far pune, kam edhe grupe tjera që bashkëpunojmë jemi. Do me thënë arrini një marrëveshje apo e menaxhoni mënyrën? Po, normalisht ka shumë këngëtarë që bashkëpunojnë ndonjëherë kur është nevojë edhe me grupe tjera. Po, mirë po nëpër koncerte, merrni pjesë? Kam marrë nëpër koncerte pjesë, po, si më thonë jo dhe shumë domethënë. Si duket kohën e fundit edhe mungojnë koncertet, nuk kam përshtypjen. Të flasim për të ne në Maqedoni që jetojmë shqiptar, nuk ka shumë aktivitete domethënë rreth muzikës. Bile mos tam shumë edhe media, televizionet nuk kanë shumë aktivitet në bazë performanca diçka emisione live me majt për shembull, performon këngëtari me këngë live. Nuk ka shumë aktivitete. Po festivale, keni marrë pjesë në festivale? Jo, kësi festivale nuk kemi marrë pjesë. Mirë, po çfarë vlerësimi keni, më intereson opinioni, mendimi juaj si muzikant për festivalet këtu tek ne? Janë gjëra, domethënë, kush e meriton ta ketë vendin e parë, apo janë gjëra të cilat vlerësohen në bazë të gjërave tjera që i dim që janë relevante? Normal që tash ai çka meriton është gjëna, mos më ia dhon, nisën çka Zoti ja ka dhëru, ti pse mos ia dhurosh? E nëse ati bëhet, domethënë, në çmim, demotivohet vetë këngëtari. Nuk është domethënë ajo e drejtë ajo punë. Shtash kush e meriton, duhet patjetër të jepet, po shtash pak të sejnë ka shkollë pak si me ndjohë shumë apo si me... E kisha qëllimin që tha nuk ka marrë pjesë në për festivale, ndoshta mos është kjo arsyeja. Jo, nuk kam, s'jam kon shumë interesuar vetë, për shkak se, si me thonë, ma shumë kemi dash, dhe me thonë, dhe për dash me performu, dhe për mbromja henge ndryshme, nuk jam fokusuar në më dhënë për festivale. Do të dëgjojmë edhe një këngë tani nga ju, që të kalojmë pastaj pjesën tjetër të pyetjeve që kanë bëjë me videoklipet dhe me profesionin tanë. Krishtet e Kosovës. Krishtat e Kosovës kanë marrë gjirë të kuqe, Krishtit e Dardonit kanë nisë me marnuse, po ju prit për para Shqipje kastriotit, lull bëshure qelin në për flat barotit. Kosove bukur, na ta sjellim dritën, drita janë e skuqëron, gjalla zem nga lincën, toka janë e vjetër, po lahet me gjak, ti ta falem jetën, po na duket pake. Kullat me beteja, rapjo tëk do të lindo Hamza dhe Adema, amanetin tine ta fitojmë lirin, me push mbrojmë Kosovën, e nderojmë Shqipnine. Faleminderit shumë edhe për këtë performancë kaq të bukur. Mua personalisht më pëlqejnë shumë këngët e tilla, por sa të rinjt kanë dëshirë të dëgjojnë edhe sa merren në fakt me këtë pjesë të muzikës tonë. Po kanë filluar se tash edhe rinia, domethënë edhe më dëgjoj shumë këtë këngë, se normal që çiftilia kur të rre pak edhe zemra pak të ndjenat emocion. Po.
Po edhe këngëtarë çka janë, edhe këngëtarë domethënë kanë filluar krejt ta përdorin në për shfaqje për shemb, darsma pa kudo që të jenë. Po, më intereson si erdhi bashkëpunimin mes jush. Keni qenë shok prej më herët, keni menduar? Po, ne jemi edhe familje domethënë, prej nga nona. Si thash ke ka grupin folklorik që bashkëpunojnë domethënë në për konake, në për darsma që performojnë me folklor. Po në ndërkohë në herë edhe darsma domethënë e marrë këtë në grup, edhe si thash në fund darsmës kur lipen patriotike e bojmë diçka live, se edhe me aranxherët mujtën, po diçka ma mirë, ma ekstra edhe me këta. Originale. Po, edhe publike pret ma mirë diçka live që të lipen. Sa është e vështirë të bashkëpunosh me Nazimin? S'është e vështirë. Kërkon shumë? Jo. Përshtatni, se edhe ki do më thonë e dhja të stilin tem. Po. Të kalëm tani tek pjesa tjetër profesionale juqja. Dim që keni të realizuar edhe shumë klipe. Sa është, në përshkruaj fillimisht cilat janë ato klipe që i keni? Me klipe kemi fillu, do më thonë që thash fillim karrierës, kemi 5 videoklipe që kemi, do më thonë, profesionale. Këngën e pare kam tikun dhe vitin 2011, ka qenë një balad, Loti më pikon, akon një balad, do më thonë, si fillim karriere, hapët e parë, akon qka është në ndjek shumë, do më thonë, është ndëgjur shumë. Ka qenë diçka e mirë tepër. Po, do më thonë, kjo ka qenë klipi parë. Po, klipi parë. Më pastaj keni edhe 4 klipe tjera? Po, edhe 4 tjera, do më thonë, me radhë, vitet me radhë, kemi punu edhe videoklipe tjera, edhe ata, do më thonë, janë ndjek mirë, do më thonë, janë pritë shumë mirë, edhe pse nuk kanë pas transmetime shumë, do më thonë, për televizione, mos flasim shumë, po, do më thonë, vetëm shkup, rreth, po, përmes rrjeteve sociale, përmes YouTube-ëve, janë ndjek, do më thonë, edhe ka rritë atë nivelin e, po. Janë edhe këto 4 këngë tjera balada, apo? Janë ritmike edhe 2 balada e këta tjerat. Për shkak se më shumë me balada se ne kur performojmë në për darsma, balada nuk lipen, kemi në video, po kemi edhe përgjirimet vitit ri çka punohen. Ju personalisht cilin lloj të muzikës më tepër e kishi preferuar? Baladën, këngën folklorike apo atë më ritmike? Unë, si ta them, e ndjej dhe më thonë nga vetja që të gjitha dhe më thonë i bëj shumë mirë, shumë me zemër, me vullnet të plot. Nuk ndjej në i farë mungese që këtë së në bëj mirë, të shkoj për shembull që këtë vetëm që këtë zhanërin tjetër. Po, e ndjej shumë mirë dhe më thonë gjithë stil e japat. Po, por cilën e ndjen, do me thonë të theja më tepër, për gjithë këtyre këngëve kur i këndon? Nuk muj ta veçaj asnjë. Do me thonë të gjitha Të gjitha shumë mendoj dhe më thonë, shtash edhe. E di se edhe publiki pret çdo këngë kur e këndoj, pret shumë mirë. Po, megjithëse ju jeni instrumentist, por ju cilën pjesë të muzikës më tepër, lloj të muzikës e preferoni? Paktën ta dëgjoni ndoshta. Kur të gjitha i ndëgjoj, po kur vjen puna te kënga folklorike, aty pak ka të bëjë ndoshta me instrumentin që edhe vetë. Po, është pak më e veçantë. Por atë se preferoj unë më shumë edhe. Po. Përsa i përket klipeve apo këngëve, me kë më tepër keni bashkëpunuar për kompozimin orkestrim? Për këngët i kemi punu të Studio RL5, është të njohur dhe më thonë e shumë, me orkestrues Raman Krioziu, tash për momentin janë nda që 2 vite ata më thonë ka nda punën, tash kemi të Raman Krioziu që ka kemi orkestru këngët tjera. Videoklipet i kemi punu me produksionin MAF në Shkop dhe më thonë që është, me Sërkadrion, këngëtare dhe ajde, po realizojnë dhe videoklipe, ka produksionin e vetë tash. Me atë dhe më thëmë kemi punon. Po, dhe besoj jeni ndarë të knaqur nga puna? Po, mendoj se mirë, shtash, si të thomë, njerëzit dhe më thonë, ka mirë dhe ma mirë, po mendoj se kemi arrit deri në atë nivelin. Me qenë se duhet, të më thënë, këtë rast të pyetet kompozitori, apo ai që ka shkruar këngën, por ka pasur ndonjë nga këngët tua dedikim të diçka e personale, do thonë, apo e ke gjetur veten në ndonjë nga tekstet? Shkruaz vetë kam qenë të gjitha këngët që i kam punu tekstet. Edhe kështu që është një pyetje shumë, domethënë, i përshtatesh ka. Po. Ja ke dedikuar dikujt ndonjë nga këngët apo janë? Jo, shtash normal kur bëhet fjalë kur punohet instrumentali i këngës, shtash bëhet fjalë diçka balad për dashuri, diçka për si më thon, për ata ide që lipet. Edhe më thon normal shtash e kemi pak edhe aftësi për me puno tekstet vet. Po. Me bukur a besoj një artisti është kur të tjerët e gjejnë veten në këngën të cilën ti e këndon. Por për ata fokusom domethënë se shtash nuk fokusom vetveten, po do të më fokusohet çka dojnë krejt rinia, jo vetëm se çka duonë. Shtash ti çka duon atë nuk pritet mirë, po shtash do të përgjithësi çka lipet, trendi,
Po për shembull si ndjehesh kur të tjerët i kanë mësuar këngët e tua, i këndojnë apo të dërgojnë komplimente, përgëzime? Po normalisht tash ndihemi patjetër mirë se të jep edhe motivim edhe për me vazhdu edhe më shumë me punu me aktivitet më të fortë. Kurse me këngëtarët tjerë të estradës i keni të ndërtuar raporte? Mirë, domethënë kemi mirë dhe me ata tash kemi edhe domethënë çka takojmë, bisedojmë për ne për bashkëpunime diçka. Mendojmë tash të ardhmen me bashkëpunë edhe me këngëtarët e estradës për me. Po. E kur jemi këtu te këngët e këngëtarët, në fakt të estradës, si mendoni për muzikën tonë shqipe? Është ajo që duhet të kultivohet, ka devijuar sadopak? Jo, disa vite më përpara pak nis mulon si anësh, po më për çiftelinë. Sigurisht po. Çdo 2-3 vjet të fundit ka nis shumë domethënë më rrit me hin trend se shtash si më thon këta janë edhe etapa kanë njerë përshkojnë këta stilet e këngëve. Më herët dallavoja pati qysh për 2001 mbrapa deri apet ngot, por shtash ka nis pak më anësh, shtash ka nis çiftelia pak me hin më trend. Po me periudha shtash ndonjëherë kur kurse jashtë vendit jeni të ftuar në përmbrëmje për ahengje? Po kemi domethënë edhe Kosovë, Preshevë, diasporë domethënë në mbrëmje. Keni qenë domethënë bashkërisht, besoj, ndoshta, ose në për grupet tuaja që i keni? Po, kemi qenë edhe me këta, po edhe këto domethënë kur kemi kur qet nevoja. Përpara po edhe që të marrim për fund në fakt porosin nga ju, nëse ju jeni të e shihni të arsyeshme, të dëgjojmë edhe një këngë, pastaj kthehemi me porosin për fund. Problem. Merë prandera. Prandera erdhë beori, zemrën time ma djegë malli, sirin time vërshoj loti, dashurin ma mori moti. Te kujtoj, ave dashur kur do takoj, zemrën time do të dhuroj, e plot me mallën e shpirt do të baj. Qaj me mall, qaj me për mallim, këthe ma zotë dashurën, ti hidhem në për qafin. Këthe ma zotë dashurën, ti hidhem në për qafin. Faleminderit shumë. Cila do të ishte porosia juaj për në fund, edhe njëkohësisht më intereson ata të cilët dëshirojnë që marrin, domethënë që kenë pjesë të dasmave apo ahengjeve tyre familjare, si mund të kontaktojnë me ju? Po ata zakonisht edhe shtash përmes rrjeteve sociale, domethënë përmes Facebookut, po edhe kështu domethënë kur performojnë në përdorësime të tjera dhe për mbrëmje, i marrin kontaktet. Edhe kështu edhe ashtu domethënë. Çfarë është? Dhe cila do të ishte porosia për gjithë ardashësit, ata të cilët e duan muzikën tuaj, këngën tuaj? Dua ti përshëndet më të gjithë ata që janë duke na ndjekur në misionin tuaj, shikuesit e juve. Ti përshëndes juve për respektin dhe nderin që na keni ftuar. Dua ti përshëndes edhe ata që e dojnë këngën time dhe që ndëgjojnë. Faleminderit shumë për mbështetjen që domethënë më japin motivimin për me arrit, për me punu edhe më shumë. Po, cila do të ishte porosia juaj për në fund? Porosia ime do t'i përshëndes të gjithë shikuesit dhe juve. Faleminderit për ftesën
Edhe kur bëhet fjalë për këngë folklorike, ju them të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, Shqipni, Kosovë dhe diasporë, në ta zbulojnë talentin e vetë, ku bëhet fjalë për folklor apo për çifteli, rinia, se kjo është e jona dhe s'do ta humbim asnjë. Ta harrojmë. Unë ju falenderoj shumë të nderuar qëntat nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë. Faleminderit që na nderuat me prezencën. Ju dëshirojmë shumë suksese në karrierën tuaj. Shumë faleminderit. Është edhe juve dëshirojmë punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Pra nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarit për sot. Ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me emisionin tonë.